Kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj nuk ka pranuar të jap detaje për takimin me kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti. Ai ka thënë se ulja në tavolinë nuk do të thotë që pajtohesh me atë që bisedon. Sipas tij, përgjegjësia kryesore është e tripartive të para. Këto tema janë shumë serioze, që me 2 minuta nuk përfundojnë as të sqarohen. Unë gjatë jam në politik, kam dëshirë të jemi kujdesshëm, besoj ditëve në vijim, do jem në intervista më të gjata dhe do të jap mendimin e vizionin ton. Ajo që dua të them e po ndodh tash e 3 muaj, ju i dini, jemi liçësuar në publik, kemi bërë thirrje që për tema nacionale, forcat politike duhet të bisedojnë, edhe kur nuk pajtohen. Ulja në tavolinë nuk do të thotë që pajtohesh, nuk ka asgjë u pajtuan, nuk u pajtuan. Thashë në intervistë do të shpalosim vizionin e nismës. Kosova ka nevojë urgjente për themelimin e institucioneve dhe kjo do të bëhet përmes bashkëbisedimeve. Edhe nesër me shku në zgjedhje, pas nesër duhet me ul me bisedu. Kosova është shtet me shumë të lashe, nuk e kemi luksin me u sjell si të tjerët në rajon. Të 3 partitë kanë përgjegjësi të mëdha për të dhënë kontributin që Kosova të ketë institucionet, ka thënë Limaj. Limaj tha se së shpejti do të krijohet shumica parlamentare. Siguroi që së shpejti do të ketë shumicë. Kur bisedoni ka një kohë të komunikimit, nuk mundesh me thënë po ose jo, duhet më gjerësisht kërkoj mirëkuptim. Duhet ta keni krejt këtu ku jemi. Ajo që mund të siguroj është se nisma do të japin kontributin për të tejkaluar krizën. Limaj tha më tutje se duhen veprimet e vendime që kërkojnë kompromis. Kjo do të thotë që po ndodh, ne jemi në rrugën e drejtë. Po tregon që po jep shpresë. Në Kosovë po bashkohen zërat racional, në kohën kur dominojnë papërgjegjshmëria dhe arroganca politike, kur ka nevojë për zëra racional, kur kuptohet politika që është bashkëbisedim. Jo rrallë në këto muajt e fundit kemi parë që është keq kuptuar të qenurit politikan. Jemi parti serioze e pjekur politikisht, dim të ballafaqohemi me sfidat. Shteti i Kosovës është mbi ne, jemi të zgjedhurit jo për të bërë gara, por vjen një moment që duhet të fitojë Kosova. Politikanët që dinë të bëjnë kompromise, dinë të bëjnë zgjedhje, po bashkohemi burra dhe gra, që ky zahet kjo platformë të fuqizohet, po përgatitemi për zgjedhjet lokale, por edhe për të marrë përgjegjësinë institucionale për aq kohë sa i takon kësaj partie, ka deklaruar Fatmir Limaj.